Kedi Bare është drejt transferimit të Cadiz në La Liga 2. Me këtë rast po merret pikërisht ish presidenti i klubit, Manuel Vizcaino, i cili po negocion me përfaqësuesit e Barës. Mesfushori harruar nga kombëtarja ka mbetur si okazion në merkaton e verës. Bare është i lirë, ndërsa shkak për ndërprerjen e kontratës u bë rënja nga kategoria e Real Zaragozës dhe dëmtimet. 28 vjeçari i lindur në Fier duke se do të mbetet në Spanjë, aty ku ndodhet që prej dhjetorit të vitit 2013, kur Atletico Madrid e mori në akademi. Armando Broja nuk ishte i përjashtuar dje nga skuadra ndërsa Burnley luajti miqësore me Ajaxin. Kjo ishte pikpyetja e madhe pasi sulmuesi i kombëtares nuk u pa në listë dhe më parë nuk ishte raportuar për dëmtim. Në fakt, rezulton të jetë sërish dëmtimi që e mban jashtë fushës së blertë. Trajneri i ri i Burnleyt ka sqaruar situatën pas humbjes 2-1 në Holand, ndërsa duket e pabesueshme se sa po penalizohet Broja nga dëmtimet. Nicky Hayen shtoi se Broja do të qëndrojë jashtë për disa javë. Broja ka një dëmtim të lehtë, ndaj do të mungojë për disa javë, u shpreh shkurtimisht tekniku belg. Emri 24 vjeçarit ndërkohë qarkullon në Serie A. Kujtojmë se te Burnley e lidh një kontratë e vlefshme deri në vitin 2030, dhe nëse largohet me shumë gjasa do të jetë si huazim. Ernest Muçi është ylli që po tërheq vëmendjen gjatë fazës përgatitore të Trabzonsporit. Taka Gazete që është pranë klubit turk i kushton një artikull pikërisht Muçit. Ritmi i lartë dhe performanca në Austri ku po zhvillohet faza përgatitore kanë bërë që të tërheq vëmendjen e trajnerit Fatih Teke, dhe pse do të ketë rivalitet në fazën ofensive, numri 10 nuk do të diskutojë vendin e tij nëse qëndron. Për Muçin kanë qarkulluar disa skuadra deri tani. Bëhet fjalë për kampionatet kryesore të Europës si Itali, Gjermani dhe Angli. Sot ndërkohë u luajt miqësoria me Frankfurtin, që u fitua me rezultatin 0-3 nga klubi gjerman. Muçi ishte pjesë e lojtarëve që u aktivizuan sapo filloi pjesa e dytë. Peripecitë e Armando Brojës tek Burnley nuk kanë fund. Sulmuesi i kombëtares shqiptare ndonse mori zemër në 2 miqësoret e fundit përballë skuadrave amerikane ku ju dha hapësirë, këtë radhë është zhdukur sërish. Bëhet fjalë për testin e radhës miqësor që Burnley zhvilloi përballë Ajax, sfidë kjo e humbur me rezultatin 2-1. Në këtë përballje Broja nuk rezultoi as i pranishëm në stol, duke dhënë idenë se trajneri i ri i skuadrës, Nicky Hayen, ka dyshime për Shkodranin. Sa i përket sferës së merkatos, për 24 vjeçarin ekzistojnë interesime në kampionatin italian, pra në Serie A, me Cagliarin, që ka mbajtur më shumë kontakte me përfaqësuesit e lojtarit, por pa patur diçka konkrete mes palëve. Tim Civegja ka tundur rjetën në ndeshjen e parë me Karlsruher. Mesfushori shqiptar gjeti golin ndaj Interit në miqësore ndërsa regjistroi minuta e 50. Civegja përfitoi nga një pastim në zonë dhe i dërgoi topin me lehtësi në rjetë. Kështu u zhbllokua dhe rezultati 1-0, duke kaluar Karlsruheri në avantazh. Kujtojmë se Civegja ishte pjesë e moshave të Gjermanisë. 24 vjeçari kaloi më pas te Shqipëria, ndërsa asnjëherë nuk është ftuar nga ekipi i parë. Gjatë gjithë karrierës së tij, ka luajtur vetëm në Gjermani. Mirlind Daku e ka nisur me gol sezonin e ri te Rubin Kazan. Sulmuesit të kombëtares i mjaftuan 12 minuta për dërguar topin në rjet, ndërsa përballë është Krasnodari. Daku mori një asist nga portieri dhe nuk mund të gabonte, ndërsa më parë kishte humbur një rast të mirë.
25 korriku ishte një ditë historike për Armand Durmishin. Trajneri Luciano Spalletti i aktivizoi si titullar, ndërsa ishte ndeshja e dytë e fazës përgatitore. Këtë herë përballë Bardhezinjve u vendos Standard i Liezh. Sulmuesi i Shqipërisë U19 u zëvendësua pas pjesës së parë, njësoj si pjesa tjetër. Panorama Sport ndërkohë ka ndarë 2 video gjatë pjesës së parë. Fillimisht ishte minuta e 10, kur Durmishi goditi me kokë pas harkimit nga këndorja. Sulmuesi 18 vjeçar nuk pati shënjestrën e duhur. Më pas pati një 2 luftim në mesfush, aty ku edhe fitoi faull. Kujtojmë se Durmishi ishte golashënuesi kryesor për Juventusin e moshave në Primavera. Christian Aslani është tronditur me Interin në fazën përgatitore. Mesfushori i kombëtares pezoi një dëmtim muskulor gjatë fazës përgatitore në Gjermani. Për të nuk pritet të udhtojë nesër me pjesën tjetër drejt Azis. Interi ka të rezervuara 3 miqësore luksi gjatë kësaj kohe, që do të ishin mundësi e mirë për Aslanin. Fillimisht më 1 gusht është takimi me Manchester Cityn, më pas përballë Milanit dhe Juventusit. Kjo fazë përgatitore do të ishte mjaft interesante për Aslanin me kampionet e Italisë, për të po vlerësohet mundësia e largimit. Kujtojmë se në edicionin e kaluar nuk qëndroi nën urdhrat e Kivu, fillimisht u huazua te Torino dhe më pas te Beşiktashi. Luis Hasa është futbollisti i ri i Frozinones. Është vetë klubi Lazial që ka njoftuar afrimin e mesfushorit të Shqipërisë përmes postimi në rrjetin social në Facebook. 22 vjeçari ka firmosur një kontratë 4 vjeçare me skuadrën e tij të re, ndërsa vetë Frosinone e ka siguruar me të drejta të plota kartonin e tij, duke ja marrë përfundimisht Napolit, ekip me të cilin fitoi një titull në sezonin 2024-25. Një këpërcim i rëndësishëm ky për një prej talenteve më premtues, si në kampionatin italian të Serie A, ashtu edhe për Shqipërinë, ku Hasa bëri debutimin pikërisht përballë Izraelit në miqësoren e humbur në qershor, në drejtimin e trajnerit Rolando Maran.